Çmimi i energjisë është rrit kaq shumë, e kem probleme në prodhim. Kjo listë ka mujtë me qenë gjatë të rendit që të debatuojmë për një program qeverisës të një qeverie në ardhje, sepse nuk na u dha. Nuk kemi asnjë material me shkrim. Të ndonjë u paraqit në emër të shumicës, nuk ka program qeverisës fare, nuk është nda deputet, vetë paktën me pa dikush. Në ato premtimet që i tha, se pagën minimale 500 euro, pension pak ma mirë. Nikosisht, edhe investimet në sigurie, në mbrojtje do t'i rritim ma shumë, kuptohet, në rend e ligj nuk dojmë me u bo me të korruptumt, po me prokurorin, me qënët të drejtësisë, me dorën ka atyne, për fund e nderuar deputet që u paraqite këtu në emër të shumicës, ma viti pak kjo arsyeja pse e çeke luftën hibride sot. On pas kaq vitesh ti në këtë foltore, për mendimin tim i nderuar, ti je produkti i luftës hibride të armiqve tonë, pra ty të kanë kriju, ti ke ushqy këtë luftë hibride në këtë vend, në vazhdimsi, ti ke punu sistematikisht, me disko, është e vërtet, lufta hibride e han ato, i cili e ka ushqy atë luftë, e tash të ka ardhur radha, besoj